Punimet për rikonstruksionin e spitalit të Gjirokastrës po ecin me ritme të shpejta. Një vit pas fillimit të punës janë realizuar 75% e tyre. Në një prej seksioneve ndërhyrja ka përfunduar plotësisht në të 3 katet dhe pacientët e marrin shërbimin në kushte bashkëkohore, ndërkohë që ka përfunduar fasada e kret godinës dhe hidroizolimi. Deri tani kemi bërë rreth 75% punimeve. Tani janë 3 kate, është seksioni 3 këtu ku jemi është pathologjia, është kirurgjia dhe pediatria kati parë, që janë në funksion 100%. Ne kemi kamaruar të gjitha me të gjitha punimet, me shtrime, kanë kaluar pacientën dhe i kemi akomoduar në seksionin e parë. Është në funksion 100%. Fasada e jashtë ka mbaruar çdo gjë. Është mbyllur, izolimet e terracës, të gjitha punimet në terracë janë të përfunduara, duhet 2 muaj para, si dhe fasada e gjithë komplet ka 2 muaj që ka përfunduar. Ende pa prekur kanë mbetur salla e operacioneve dhe shërbimi urgjencës, të cilat sipas parashikimeve të firmës do të përfundojnë në maj të këtij viti, për t'i dhënë fund kështu rikonstruksionit të spitalit rajonal Omer Nishani disa muaj më parë se ç'është nënshkruar në kontratë. Sipas grafikut të punimeve, fillojnë në datën 1 shkurt, fillon salla e operacionit dhe urgjenca. Do jetë një shtrije deri në maj të 2026. Maj qershor 2026 themi se ja zorojnë të gjitha punimet. Edhe ura lidhse që lidh maternitetin me pjesën e parë ku ndodhet pediatria dhe ajo mbaron tani në fund dhe do jetë në funksion për pjesën e parë se salla e operacionit do kaloj aktualisht ku është, do kaloj te materniteti për të funksionuar 3 muaj sa të mbaroj salla aktuale ku është në funksion. Spitali Gjirokastrës mban statusin rajonal dhe ofron shërbim për banorët e 7 bashkive të qarkut. Ky investim i Ministrisë së Shëndetësisë prej 420 milion lekësh vjen pas atij të 2008-s, i cili përfshiu gjithë godinën.